i matë ndrojet, jam betuar mbi varin e tij dhe amanetin se tret dhe u, kështu që nuk e bëj do të ndryshe. Edhe mos të doja unë, do Perëndia. Oler, bravo. Me që jemi tek ti, i kje do thoni fantastike për dashurien. Po. Që mua më pëlqen shumë. A ekziston në fakt dashuria, apo si e percepton ti dashuri? Dashuria ekziston si vetë mohim. Pra, kur kupton që do dikë, kur ti nuk mendon më për veten, po mendon për tjetrin. Mendon, do me thënë, nuk ka problem se s'ke ti buk. Duhet haj tjetri. Dhe këtë sakrificë bën vetëm nëna. Se nëna të ushqen me gjirin e saj. Prandaj them që do me thënë dashuria e absolute, e pa diskutueshme, vetëm mohuese, është vetëm e nënës ndaj fëmijës. Pastaj ka ndodhur, ka pas dim histori dashurie dhe deri që janë dhe në vetvrasje. Por koha pastaj ka treguar që shpeshherë nisen nga interesat të caktuara. Mund të lindi një ndjenjë sepse ti plotson një interes tek personi në krah. Por absolutja është ajo. Absolutja është ajo dhe prandaj dhe ne e kemi, do me thëmë, për këtë dhe që na ushqen, prandaj është dashuria për mëdheun. Që është ajo atje pastaj është hyjnore. Sigurisht. Kurse nëse flasim tek marrëdhëniet njerëzore, po është e nënës ndaj fëmijës. Po sigurisht. E faktuar. Po nëna mund të bëjë gjithçka për fëmijën. Po ju personalisht a keni qenë dashurum? Me kë ke folur? Po a thonë që artisti ka një dhënti nga Perëndia. Jo, me kë ke folur? Jo, po, se mos bëndu një telefonat tani, se unë nuk e di, nuk jam atë Nikola unë. Do fluturoj, të betohem, do fluturoj, do ngrihem nga këtu, do me thëmë, do të kapshoj mu këtu, të betohem. Nuk do bësh telefon, nuk e fol me njeri të marri tani në telefon. Jo. Je i sigurt? 2 milion %. Se po qesh? Ok, dakor. Kush ishte pyetja atëherë? Ju personalisht a keni qenë dashuruar? Po shumë. Në? Kur, në 90-ën, kur? Jo, në dipika. Në cilin person? Apo personazh? Me një vajzë, me një vajzë, po. Me këtë jemi dashuruar. Mendoj që të gjithë dashurohen. Është e vërtetë, po dashuria, domethënë, Laertin pse po e pyes është se është përveç që është aktor i madh dhe patriot i vërtet, edhe dashurinë e shën në një tjetër nivel. Me një njeri që, domethënë, për mua ishte siç është, më fal për blasfemin, por ishte si Shën Mari. Po. Pra ishte. Nuk është më, apo... Po, pastaj rethanat hynë në mëjës situata... Tani më nuk jeni bashkë, a jeni ndarë, a? Jo, demon të ndryshëm dhe duhet luftosh pastaj për gjërat të... Do më nuk jeni bashkë me dashurinë që botë? Tha që jo. Jo, pse tha e Shën Maris, dhe më thonë, ki diçka nëjë simbol që ke bo për të? Diçka? Po kam diçka shumë personale ti men. Është një këngë anglisht që thot I've got you under my skin. Dhe unë ashtu e kam në lëkur. Do më në kini lëkur. Që të bëhëm ki tatu me... Atë nuk të shpjegoj dot, po e kam në lëkur. E kam në lëkur. Në lëkur. Po qka nëse ajo pranon dhe këthej e tasht? Dë bënd telefon live në emision. Gjo. Sadri. Urdo. Kam dhe një ustim për të bërë 4 orë me makinë, kështu që të lutem. Mos më trondit kështu se nuk është mirë. S'është mirë. S'është mirë. Po qka nëse të thejet ajo realisht? Besoj se njerëzit bashkohen për një mision. Po kush është kjo fatlumja, më? Kush është kjo fatlumja? Jo, nuk është fatlumja. Nuk është fatlumja. Jo, fatlumi jam unë që isha me të. është Fatimi e Kalimoshi edhe dhe fdëvë sonë të skinë. Hajde, më në e sonë. Ta është fatlumja. Që nga më se edhe. Falinderit shumë se edhe.
Pa të frikë më thonë drejtën Lajeri se mendoj mos mi vjen dashur apo. Jo, të merr, domethënë. Ja që kësa here. Të lutem. Ja që kësa here lotaria Jo, se s'do të përballoja nuk ishte dot, në. Faleminderit shumë që erdhe. Leher. Pse çfarë ke që luan me ndjenjat e njerëzve? Jo. Po? Jo, nuk kam unë të përri me ndjenjë. Jo. Unë të kam mek shumë. Po kape telefon në dorë, nuk di shumë bëj. Sa di të betoj. Për ndryshe unë kam mek shumë edhe e di që unë kam mek shumë dhe të falenderoj se u bëre ti nismëtari që unë të vija këtu në datën 6 maj. Edhe unë të falenderoj për këtë gjë shumë, se më dhe mundësin do më thënë të takoj dhe të shoh legendarin Xhevat Limani, e kam parë po të them atë shfaqje. Kam qenë student në vit të parë. E kam parë atë shfaqje në teatr. Isha student në vit të parë dhe na u dha me ultimatum. Do shkoni të shihni çfarë është aktrimi. Shihni shfaqjen dhe banim shënim. Po, jo, nuk janë, këto janë shumë egzagerime. Jo, janë kot, po. Kurse me atë bisedën tjetër të lutem mos vazhdo, mos njerëzit ndajnë, bashkohen, ka ca që nuk bashkohen, varet si është, si ta këtë thënë Perëndia. Mos ka orë, po thamë mos ka orë mësitni, a i thoni mësit edhe jo? Jo, nuk e kuptova çfarë. Mësit i thoni na shkus, do me thonë me i bashku dy të dashuru, shkon shkusi dhe i bashkon. A i thoni shkus, jo, mësit, a si thoni? Jo, me shkuesi zakonisht ndodhin martesat njëre një kohë që nuk, do më thonë shkon dhe fliste dikush tek familje. Parani, po tash edhe kur ndohen, ka një mësit që i bashkon, ka një shkus. Po duhet jetë i dërguar i Perëndis. Ndërmjetësim. Po s'dihet, ndoshta mund të jetë atë Nikola. Urdhro? Mund të jetë atë Nikola. Kurat, çfarë po thot? Dëgjoj, Sadri. Të lutem, mos të lutem. Atë Nikola ka disa fjalë. Urdhro atë Nikola? Jo, nuk be, këto janë kështu shakara që bën ti, nuk besoj. Hajgare që i thonë. Jo, nuk është hajgare. Hajgare mendoj që është hajgare. Jo, nuk është hajgare, po atë Nikola mund të jetë njëri prej tyre. Dëgjoj, të lutem, okay. Nga i tha shumë, do të jetë i dërguar i Perëndis. Unë jam klerik dhe misioni im është fetar, kombëtar, njerëzor, bashkues, dhe patjetër kur unë kam pasur fatin që edhe të bashkoj çifte, por edhe të ndaj çifte. Patjetër. Po sigurisht që ti nuk e kishe ndalë Lajërtin me të dashurën, me asnjë çmim. Nuk e di se janë marrëdhënie të rrethana, por mendoj që këtu nuk kemi ardhur për të folur për. Po ja që Fatime Kalimoshi sonte ka ardhur që të flet për ty. Unë kam ardhur në fakt të